Në këto qaste të bajram. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi në programin festiv në radio televizionin Iliria në programin festiv të festës së Kurban Bayramit. Kësaj radhe jo në studion tonë, po jemi në një odë të improvizuar sigurisht, odë tradicionale, ku do të kemi dy mysafirë, dy figura të njohura në botën shqiptare, njëri për si hoxhë, njëri për fotografi. Bashkë me hoxhën doktor Shevqet Krasniqi dhe Arjan Mavriqi do të shoqërohemi për disa minuta ku kena me fol për festën e Kurban Bayramit, për atmosferën, kena me fol pak edhe për fukarallokun e dykorshëm, nëse kanë pas ta dy mysafirët, edhe njëkohësisht për atmosferën që po mbizotron në familjet e shqiptarëve kudo që janë. Hoxhën, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullah. Edhe Arjanin, selam aleikum, mirë se erdhe. Selam wa rahmatullah. Mysafirët i kena qarros me çaj rusin ose dikush për çaj turku, po ne thola çaj rusin Suarek Hoxh, edhe me bakllavë që kena ajtepin sponsor, gjymat po, sheqerin po. Unë jam marakli i çajit, edhe Hoxha di që është marakli i çajit, por Arjani nuk e di. Kafen thamë duket që s'ka merak. Kofeinën fort nuk e përdor. Atëherë, çysh ishte Hoxh dita sot për ty në këto orë të paraditës, nëse mund na më thënë? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht urime kjo festë të madhe juve, edhe të gjithë stafet, po edhe të gjithë teleshikuesve tanë, kudo që janë, të gjithë shqiptarë kudo që janë, edhe të tjerëve që na kuptojnë, na ndëgjojnë, po edhe gjithë muslimanëve kudo që janë. Nuk e harrojmë edhe haxhit tonë në haxh atje, të cilët të janë duke i kryer farzet e Allahut Azza wa Jall. Nuk e harrojmë edhe vëllezërit e motrat tonë diasporë që kemi të shumë dhe i duam shumë. Allahu na i ruajt. Amin. Në mënyrë që bashkarisht qoftë edhe nga distanca ta shijojmë, ta jetojmë një gëzim, një harmoni, e një afërsi vëllazërore mes vete, në veçanti, gjatë kësaj dite të madhe, edhe këtij bajrami të bekuar, anë pse këtë duhej dhe do vazhdoj non-stop. Kështu që urime kjo festë të gjithëve qofshi faqe bardhë. Faleminderit, Arjan. Të gjithë vëllezërve besimtar kudo që janë, edhe nga unë urime festa e Kurban Bayramit, edhe mund të them lirisht janë dy festa që ne i festojmë me krejtqenjen, pra festa e Fitr Bayramit dhe Kurban Bayramit. Dhe këto janë festa që na bojnë bashkë familjarisht, me ushqime të ndryshme tradicionale, sepse është edhe traditë profetike, mos t'i përzijmë hoxhës në profesionin e imamit, po që nëse ekziston një festë e cila më bën mundi mirë edhe mundi tamam muslimanët që festojnë me krejt shpirtin, janë këto dy festa. Prandaj dua të inkurajoj të gjithë vëllezërit besimtarë që sa më shumë të qëndrojnë bashkë në këto festa, ti pas kryerjes së ibadeteve, natyrisht namazit Kurban Bayramit, të bashkohen, të japin mesazhe të mira, pozitive, të marrin ndonjë porosi profetike nga imami i nderuar Shevqet Krasniqi dhe të tjerë imam të cilët kanë kryer shkollë, janë shkolluar për këtë ditë në mënyrë që ne këtu rahat në Kotolluqe të marrim diturinë shumë lehtë se sa para luftës, që e dim ne, para luftës nuk ka qenë njëjtë për me kuptu apo për me ditë ajetul kursin është do shumë shtëpimi ecë e me gjithë një njeri e sot është gjithandej. Kjo është merita imamëve tonë, Allah i nderoft, kështu që shoqërojmë këto festa edhe na bashkojmë sa më shumë. Çka bën sot shpenst që si atë? Allahu kur i ka kriju që ato të jetojnë normalisht në habitatet e tyre, bashkë me hoxhën më herët e diskutuam që se çfarë roli të rëndësishëm kryen në planetin Tokë. Prandaj ajo çka ne do të më bëj është vetëm se milion të lira. Ato e kryjnë punën vet, janë të krijuara sepse ka shkencëtar hoxhë nderuar me renome botërore të cilët këtë punën e mbjetesës
krejt në mbretërisë të kafshëve e jalojnë disa prej tyre teorisë Darwinit, disa prej tyre rasisë, po unë them që edhe kjo është bindja ime që vetëm i madhi Allah që i ka kriju, edhe ju ka dhonë edhe atyre mundësi që të jetojnë edhe pa njeriun, edhe se për fat keq me këtë aktivitet njerëzor, me këto shkatrime, degradime të lumenve, pyjeve, po ndikon direkt edhe tek mirëqenia e botës shtazore sepse ato janë kriju për një arsye, e për një tregu pse janë kriju më duhen shumë emisione, Do të kohë e gjatë. Prandaj janë të lira. Unë jetojnë katon, po më herët të na i thojnë mësora se më vaqër, kena pas shumë, tash s'ka shumë pak, me pas interesant. Ndoshta puna e degradimin ndërtimit çapo diun, po a ke marrë hoxha me dalë me këshyr, bashkë me hoxha me shku? Po kemi bo bashkë me hoxhën një herë një shëtitje, koqa diku një 7 kilometra, dhe kemi kalu shumë mirë në malet e komunës të Kamenicës, bashkë me një mektonin atje. Po kësha pas shef prapë se unë e du shumë me pyet hoxhën kur jam terren për arsyen që edhe këto kafshë jem kriju në shërbim të njeriut, e hoxha ka material të mjaftueshëm për të na tregu, sepse ka shumë dhe pikë pyetje nga ana e njerëzve, edhe besimtarë musliman dorë zemër të cilët nuk i din apo keq interpretojnë në aspektin fetar, kështu që alhamdulillah që janë imam tonë ndërruar. Çojta i pini të mesë matrona me sheqera pa sheqera, se që jam i pak. Mirë çështë. Hoxh, ai marakli i ëmbëlsirave ose baklava se mbajrami na kena pak se me baklava më veçu. Për cilë njeri nuk i hanë ëmbëlsinat. Vetëm që është smut, ja ka bërë Zoti haram. Për pas në që është smut, ja ka bërë Zoti haram, në figurative. Që ja ka që smunjën e sheqerit. Se shqiptarët që sanë në mëllësiras probleme. Për ndryshe, njeri është i krijuar, njeri është i krijuar që ëmbëlsirat e ngre, ja kana më shumë se sa në ushqimet e kryposura, shumica absolute njerëzve, jo të gjithë. E sigurisht se dhe ne i dojmë ëmbëlsinat. Andi i duam shumë, por rezervohemi me hangër. Mundohme orë me kofi për ndryshe, i duam shumë, nuk diskutohet. Tash ka që Zoti bëllë, dhe kemi sa të dush, për ndryshe për para, ne kemi zanë pak, atë kohë pak e kemi zanë, por me ndëgju kemi ndëgju shumë. Se shqiptarët e tonë, në pjesë e madhe, jo të gjithë, baklap kanë humur Bajram. Apo, kështu ka qenë? Po, Bajram. Andaj, janë gëzuar shumë njerëz me ardhjen e Bajramit për me shiju ëmbëlsinat. Sikur se fëmijët janë gëzu me ardhjen e festës së Bajramit, sepse aty në shpërndahen lojna, ëmbëlsina, ndoshta ka pak parë jap dikush. Janë gëzuar nuset për ardhjen e Bajramit, sepse kanë shpresu, edhe ashtu kanë ndodhur shumicën e rasteve, që janë për tri. I kanë për tri o fjallë, kanë ble tesha të reja nuseve, ka qenë tradite shqiptarëve, që nuset me i vesh, me i për tri, kështu kanë qujtë, e kanë emërtu për Bajram. Pra, Bajram për tri, jo gjithherë. Sta s'po dihet, kura Bajram. Këtë për të gjithë kjo, edhe të fëmijët, pra janë gëzu kur vjen Bajrami, sepse në epin lodra, në blenë dikosh, në epin ëmbëlsina, dhe bëmbanën kanë për para, dhe ku ta dion. Me i tesh të ri. Edhe teshat të reja dikush baki në blenë, në për të rinë, dhe i të teshat. Kështu që kjo gëzim i ka përfshirë të gjitha shtresat, mbi të gjitha si festë që i madhi Zot na ka dhuruar neve muslimanëve, e tani vlerën e festës, kuptimin e ngushtë fetar, e dinë xhollarët, e dinë ata që janë të praktikues të festë, në shtëpi e konë, të rritun, po nuk e dinë fëmija. Por ashtu se si madhe zatmërësitë e tina ka lënë shumë elemente që i mbeshen, bashkohen me këtë festë, ku secila ka ndikimin e vet tek shtresat caktuara e njerëzve, dhe mblidhen, ngjizen, bashkohen të gjitha interesat e shtresave të ndryshme dhe bëhen bashkë dhe njerëzit e veçojnë Bajramin edhe kënaqen krejt për Bajram. Kështu që ëmbëlsina sigurisht se edhe ëmbëlsina pjesë
Po, nëse Allah Zoti pa ta. Amen. Arjan, të jemi rahli bëlqirave? Po shumë mirë për mbyllje hoxha që të gjithë duam si shumicë, po që duhet pak me urujt me pos kujdes se nuk I kemi moshën është ta për me hongër bashkë, po me pos pa kujdes. Hoxha thashe fillim, jemi rahli I qajit. Kum ni që qajin ki qep me pije dhe në gota me asim 3 pika kushe më nën, kushe dhe, a është e vërtet? Qaji, që to qaj në kuptimin e gjerë është pije, pe pijeve që ka kriju I madhe Zot, dhe kanë zbulu njerëzit, dhe gjenerat pas gjenerat, apo brez pas brez, apo zonë pas zonë, të një zonë, një region, ka deri tek ne këtu në Ballkan. E tani ka pru Rusja, Greku, ka pru Turkia. Po, pra, nuk është më rëndësia, më rëndësia është në kuptim për gjithshme është pije, e cila pije të nxehtë zakonisht, dhe është e mirësardhë, alhamdulillah, që kena, Zotë më sa lash pa ta. Kuptim të ngushtë, qa është taraqellak. Po të në përdo një shprehje, qa është kuptim ngushtë të taraqellak. E që bije, nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj. Nevoj mund tjetë pjesërisht, ma shumë e qef. Momentit që diçka është qef, është taraqellak. Momentit që është nevoj bëhet nevoj dhe atë do të më dërëzu para nevojës. Që gati këna bona në Kosovë si nevoj qajin? Qysh me Po jo, nevoj e vogël është ajo, nuk është nevoj ku të lidhet jeta shumë me te. Nevoj është buka. Qaj është pjesë plotësuese, pra është deri dikur, momentin që mënesh më pavarësu pe I tina, por e pen me pas, mos me pas nuk e pen, I bie që është taraqellak. Që du me thonë me këtë? Me këtë du me thonë se gjërat e nevojshme, robi do të më dërëzu para tyne. Bukën nuk bën me zgjidh. Bukës nuk bën me gjithë behane. Bën me avanë si këshill, grus, motrës, nanës, vllaut, mikut, bën me avanë si këshill. Po pjek së pjek. Po, por behanën nuk bën me gjithë ushqimit. Gjënash me gjithë behanë ushqimit, dhe është pjesë e nënçmimit të përbuzës e ushqimit, dhe është gjithashtu mund të futet edhe në rangun e vetëpëlqimit me ndjemalësi, kënë se ti e pak I madhe, jo është dollaj ushqimi hanti. Pra mundet me pas pasoja, edhe për nga ana gjënaheve. Për ata ushqimin, nuk bëjmë gjithë behanë ushqimit. Kjo është me hadith, pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka në hadith vërtet, kur një jetë, asë një ushqimi behane, vrejti gjithë nuk I ka. Nëse I ka pëlqyer pjesë e hadithit, e ka hangur, nëse nuk I ka pëlqyer, e ka lanë. Ka që ki punë. Jo me bëhen zhurën për ti. Por jo me gjithë behane ushqimit. Tamam? Se është nevoj. Qaji është taraqellak. Kafja taraqellak. Për ata e thu kafe në lypë si pas qefit tanë. Qaji si pas qefit tanë. E duhet kafe në vogël, kafe në madhe, kafe në lehtë, kafe në randë, me qumsht, pa qumsht, me sheqer, pa sheqer. E njëjta gjashtë të qaji. Këtu zgjedh, se është për qep, se është taraqellak. Tani, përderi sa është taraqellak, dhe është për qep, unë kam drejt me zgjedh. Dhe se kam gjëna. Sa një runa, mos me një gjëna me një me të zotit. Përderi sa kam drejt me zgjedh, e zgjedhi, qërë dhe qaj nuk ta pi. Mos ma që s'ta pi, ta kthej. Dhe ka bëvakia, disa herë, ja ku më këthy komplet gjykimin. Thonë, këtë qaj, o për lup, që 2-3 sahat. Ku për denti, për më kalëzat qaj, që këtë qaj për kalëzan, që këtë për lup që 2-3 sahat, shko zët një derdhe, për lup tjetërin. A ki qaj për sa dush, për lup tjetërin. Pse 2-3 sahat shumë është në për qaj? Po, pëse s'di me bo. Shumë i se popull të në qaj nuk din me bo. Nuk din me bo qaj. Nuk din. E pin qaj, për nuk din me bo qaj. Me plot respekt, nuk din. Kështu që kam të drejt me pi. Tash më ka dalë emni mu, se më qajgji. Unë nuk jem në falë qajgji, po diso. Po, mos dalë zonën një herë. Më ka dalë zonën që hoxha është qajgji. Një me, e vëdej dikon e vërtet. Unë jo të pi qajnë e mirë, jo s'ta pi heq. A pin shumë? Në po? Jo. Që ato që pin ki që me pi qështë? 2, 3, 4 për hatër, që është njës dikon ose me qenë me familje dikon, me shok, me safer, për ndryshe mjaftar me 2, me 3. Por të mirë, qaj të mirë. Që shka je qaj. Tamam? Tani pjesë e kësaj saltanate, ma se përmen bardakat, është edhe bardaku gota. Qaj me I miri me qenë. Nëse mërë filxanin, se qaj të lutë. Qaj me gota ma mirë me qenë. Nëse e hek lugën ma bjen pa lugë, ma le mangu.
ose ngota të mëdha. Ala, ose gotë të madhe. Do të me qenë gotë e qajt, po ato me pika janë klasike. Janë gota klasike që... Ja, pasëm husta, dhe më thonë se kena me pika. Po, kam s'pa kam pru me pika. Unë e kam qef ato, sahi, janë të mirë, ato na kujtojnë të kaluarën, janë klasike këtu, edhe janë edhe antike, deri diko, dhe vjetra që ka përdor populli unë prej që mësuan pi qaj si duket. Që mona men. Po me që mojnë amen. Andaj falenderojmë Allahun Azza wa Jall Alhamdulillah. për të mira që ne ka dhënë Zoti. Allah na rujt e mos na lash pa këto të mira, në shpesh thëmë Zot mos na lë pa çaj. Amen. Çaj ja Rabbi. Edhe unë besoj që do të më hom rakli çaj, nëse s'pe huçi se natyrë shkon dyqysh lodhesh pak Edhe unë e pi çajin, po jo me bo tradit, dorën zemrë nuk edhe në pim çaj, po jo sepse kur jenë natyrë në teren e ki nevojë për do ushqime tjera. Ma kalorike, ma që t'japin pak energji. Që ta unë burë buke kjepë, ku për të bëmë buke kjepë Allah, në përmalë. Po, ajo është mëngjesë zakonisht, në djallë dhijës mundësisht, që zavës tash në këtë kohë, në i veja, në i zime, po këto qepë të hudrat që janë tash treja, se ma vonë dikur janë pjesë e sofrë, pse jo, po që po më varet kretë mëngjeset pak më ndryshe, dreka më ndryshe, pastaj darka veç me thonë. Po thëmë, kur jenë në terene malore, se dhe mos që kime ecë kohë gjatë, unë edhe hurme përdori shumë, sepse hurmet kanë kalori edhe proteina mjaftu shumë për me mbajt kogja njerion energjik. Bile në Afrikë, kur kam qenë hoxha, kam konsumu shumë hurme, se është një ushqim që ki problem me adoptu në fillim. Edhe vaje që përdorin ata e ka një farë arome që nuk jemi mësu në edhe shumë ki problem. Po që, alhamdulillah, që i kalon Allah, fruta, këto hurmet më ndihmojnë shumë. Edhe të feve tjera, tash e preferojnë, bile këta që po e ngjesin Everestin, po e shoh që ju kanë ofru edhe kanë marrë shumë e veti për me përdor hurme për shkak këtyne benefiteve. Pra është një mrekulli e Allahut, më me thonë lirisht. Po pëma, hurmja është pëma më veçantë që ka kriju Zoti. Hurmja është e vetmja tash mos ta bëjmë tim se të mund ta bëjmë tim për hurme me fol. Hurmja është e vetmja pemë, e cila hahet si fryt. Hahet buk. Përdoret për buk. Përdoret për ëmbëlsinë. Në vend të ëmbëlsinës, madje me hurmë bëhet edhe pije. Po, pije. Arabët përpara, kur kanë udhëtuar me javë me muaj, që kanë ba? Kanë pas lloj kese, po jo pe tjetër material për pelkurës. Keset materialeve tona, pelkurës. Kështu kanë pas të nënt ata, edhe kanë mbushur ujë, edhe të kanë bajt ujë me vete. Por, udhëtimi lartë bin langjet, paksohen langjet, vap, dehidrohet njeriu. Edhe njeriu kur është i lart, edhe hub shumë langje, efektin më të madh dhe më të shpejt e jep ëmbëlsira. Hurmi ëmbëlsirë, me veti, e lehtë, e kanë marrë disa hurmi ka shtinë në edhe kanë lanë virën debe dhe ka ecë në ditë. Rrugës pastaj, kur e kanë qelë, hurmja është shkapërderdhur pe ujit, edhe ka lëshu langën edhe kanë bo ujë në ëmbël. Edhe bëhet, tash uji bëhet i ëmbël, e thithë ëmbëlsinë në hurme se përdorin si langë hurme. Tamam. Kështu që është vetëm e pemë cila përdoret për të gjitha llojet e ushqimit përdoret hurmja. Tani për kalorie për ato nuk diskutohet atë. Edhe hurmja është vetëm e pemë cila mund me humor këta që është ëmbël që kanë sheqer nuk i pengon. Diabetikat. Që shedion e Bajramit gjithë i ke falën si baftë. E vërtet. Si vjet a ke falë se më duhet kanë prisha që kanë bërë. Jo, se bëvë se na morën, na kanë bo pa drejt, por në gjithatë shteti ka interesat e veta. Se është me hyqmes në shtyjësh. Jo, në s'kem dhe shmetim në ka dhim gjamia dhe në lisa kanë të mrekullueshëm aty. Mu më kanë dhim të lisat më shumë se sa shtëpia jam. E sigurisht edhe në lindja është e dhimshme,
shumë e dhëmshme vetëlindja, po aty tash ka qenë urdhra e shtetit, Po, projekt për projekt e kicin, shtetit e tjerë, ne jemi të bu gjithë atje, e tani në tashmë njeri ku të monit janë dhe kështu të buhen muslimat. Po, Motis t'ja ke huq me vite në Sivas. po, me vitin ka Sivas. Alan, ku e folë Bajramin kryesisht? Unë kam e nicë në 99% të rasteve, sepse imamin aty ku falem është shoku jam i fëminis, cili ka studiu në Medinë, edhe takomi, përveç namazeve tjera që takomi, kom shef, pastaj e bëj edhe një fotografi, shumë kom shef hoxha me kap ato momentet që tregojnë bukurinë e bajrameve, edhe Kurban Bajramit, edhe Fitër Bajramit, pra kam qef shumë i fotografu ata fëmijë kur dalin ashtu të gëzushëm, ndaj dhuratë që shkepet, që shpëndohet hoxha duke mbajt hutbe, disa pleq, du shumë me i fokusu në kamerë se nuk e di ma janë në vitin tjetër, nashta na vdesën para tyne, është kaderi Allah, nuk e dim, po që kam qef me i fokusu sepse ka shumë prej tyre që i kemi fokusu në vitet e kalume, si vjetë nuk janë, është një kujtimi mirë, se ne në fotografi themi vetëmja që e ndalë kohën është fotografia, pra, që aty ndalët kohë, përshka këto ku jemi mbledhë sot, për këtë fest Kurban Bajramit, ne nëse i shohim këto pamje mas një 20 viteve, kena me u plak pak më shumë, është një pak kujtimi mirë. Nëse jena gjallë. Nëse jena gjallë, inshallah. Ndodhe herë ne kom me shku pa marrë aparate me vete? Në 99.9% rasteve jo, sepse puna ime është që edhe rrugës mu i me taku gjithë shka, sidomos tash është koha e shtektimit, kur i madhi Allah, pra është një prej mrekullive, unë mu i me thonë teta lirisht, nëse janë 7 mrekulli që të në tokë, e teta është shtektimi, sepse me folë për shtektimin, se qysh Allahu i ka dhonë një hori, një zogu që për herë të parë, për shembull qelë në folën e tij, pastaj prindrit nisën një herë, e dikur më vonë të veçlit, qysh e dinaj person që ka me shku në Sudan, ose në Eritre, ose pra kjo është mrekulli Allahut, sepse unë po e flas këto që kemi studiu si proces, hoxha se kemi vendosur GPS Lejleku Zi, ka qenë një projekt i parë në këtë Ballkanin që kemi bëu. Se nuk pëjtja e din hoxha, për shta du m'ja kujtu, se unë e kuptoj se ka punë me xhamate, e ka punën shumë vështirë, e që tash pra, kur është koha shtektimit, na duhen kamerat me pas me veti se mund me na dalë gjithçka, shpend që se kemi fotografu më herët, se kemi fokusu më herët. Plësot të gjeni se më thonë, kemi jek në gjitë Lejleku të GPS-in. Po. Plësoja. Edhe kemi përcjell rrugët e shtektimit. Në ka interesu me ditë për shembull prej Kosovës, sepse ata vendet në origjinit se kanë Kosovë. Vend origjini se kanë? Kosovën. Po. Evropën. Po. Përgjithësi, po unë po flas për Kosovën se jetojmë këtu. Po. Prej Kosovës ka udhëtu deri në Sudan. Ka shtektu, pra nga Kosova në Maqedoni, Bullgari, Turqi, pastaj në Siri, Liban, ku diun pjesa tjetër e Egjiptit, deri në Sudanin e largët, disa prej në një projekt tjetër, në një lloj tjetër ka shku deri në Eritre, pra varet se ku vendosin. Do këtu prapë, po? Po, këtu prapë. Ka qenë projekti mbyllur shumë mirë, përfundimisht. Po që është një, po thëmë, kush i shet rrugë të shtektimit, e kupton se edhe pse du t'i ruajmë këto shpend, sepse kanë shumë sprova në udhëtime, disa prej tyre vdesin gjatë kalimit të oqeaneve, që është pa parashikueshmëria e moteve. Për fat keq, këtu po ndryhy pak, ndoshta hoxha s'ma për të madhe, në Liban janë vras shumë madh shpendve, hoxha. Janë disa fisë atje që konkurrojnë se sa më shumë po vrasin shpend, pa kur gjahil, dhe s'kanë një dini se nuk është se janë të dekuni, po qashtu i kanë ata do tradita, po. Tradita, po. Edhe bile kur pa t'kalu Lejleku jon, që kemi qujt Serafina, në Liban, që aty i kena posa 3 shtimin më të mas dhe shumë mos po e vrasin, po falë Zotit, pështoj kaloj, sepse na kishim qef shumë me mbyll këtë projekt si 100% me e po dhe ku po kthehet cilë rrugë shtektimit të Liban. Prandaj dhe kjo është përveç se fotografi, unë mendoj që është edhe shkencë, sepse janë zbulime apo detajet të cilat ne si shqiptar nuk është se kemi pas njohuri për to para luftës. As që e kanë ditë njerëz
Edhe sot nëse i thu dikujt, a din që kemi për shembull 2 llojet lejlekut në Kosovë, nuk e di, ose mbi 10 llojet çuka pikëve. Që i përmenit i marrë korbat e këto, janë disa llojet korbave, disa llojet harabelve, ka llojet harabeli që është hektar, harabeli spanjoll, llojet skifterave shqiponja, krejt këto e kanë një rol në këto ekosisteme. A festojnë Bajramin Hoxha shpens? A kanë festë këto ajo? Ja, fest. E kthehemi Bajram se puna e shpes është. Po. E nisëm me mbledhun për molë për vjeshta. Arjan, te puna e festës Kurban Bajramin këtë rast, a keni vizita në Kamenica jo? Për shembull, unë ka vinë nga Suareka, po flas në rrethin ku jetoj, është jashtëzakonisht është ndërprekje pa kontakti, se më thonë, ka shumë pak vizita, është zbe, domethënë, më çu mesazh Viber ose WhatsApp, po më duket sikur më marr se lemon që s'vjen puna për po flas pjesën e Suarekës ku jetoj. A është që probleme edhe në Kamenica? Hoxha e din, sepse e ka jetë shumë çdo cep me në Kosovës që në përgjithësi ana e Gollakut, Karadakut në aspektin fetar edhe ndjekjes së rriteve fetare qëndrojnë pak më mirë dorë në zemër. Edhe ne ashtu njëjtë në Kamenicë, për shembull unë e kam nanën shumë afër që jeton me vllahun, fillimisht shkojmë te nana, pastaj të do daj që i kam afër, e mandej tek familjar të gruas e kështu me rën, po që ju betohem në Allah, pasha Allahun edhe ushqimet janë diqysha ditë më të shishme, e ka një farë bereqeti më të. Për shembull nëse çfarë do lloj omëlsire hana ditë, diqysh duket sikur është përgatit ndryshe. Pra, është ajo mrekullia e vizitave, urimeve, edhe nëse kemi larg për shembull sikur unë një vëlla që kam larg motor kështu në radhë familjar, mjafton një telefonat me e thirr, me kujtu atë ditë, edhe po, domethënë, falë Zotit, ajo pjesë vizitohen akoma. Jo, Allah të më thonë për moni rënin. Po, alhamdulillah, po. Që është si vofti në këtë rast? Si vofti është ka përderdhur, tashmë na kanë shka përderdhur, kjo është Bajrami i dytë që nuk po mundi më mbledhnin si babs. Përndryshe atë mbledhshim tërlagja që është një fis tër fisi, apo shumica dërmuese tyne dhe e kryshim vizitat që atë shumicën e vizitave, me shumicën e vllaznive, e pastaj me dikend prapë masandej, ndërsa ta që dy Bajrama që kjo është i dyti, që na kanë përzi, sepse në shka përderdhur, andaj tash kemi më vështirë, por në përgjithësi që ceket e sin Suarek, se të në rrafshë Kosovës e Gjetiu, vizitat janë zbehur. Këto mendoj unë fajt e ka në kushtimisht natyrisht, edhe dinamika e jetës që ka ndryshuar shumë, përpara ke pas këtë një lavdë që aty, pastaj kanë krejt e shtëpia, në punë se kanë asnjë për shumë pak, po edhe rrjetet sociale që ceket e pak më herët, ta marrën një pjesë të zjaretit, të vizitave, ta marrën një pjesë, sepse thunë, me filanin e kry, me... Qua mesazhe ose thira? Mesazhe ose thira, me filanin po, 10, 15, 20 veta me kry me telefon. Ko që? Ju më bagi mirë, sepse 20 veta me shku me vizitu, ti ta mërë në gjës dite. Andaj, i letu por e rësishme është, unë mendoj, dhe po flas nga kandi fetar, që forma mund të ndryshoj e mënyrja e urimit të festave, por më ndërprej nuk ban. Asese nuk ban më ndërprej. Pse hoqë, po flasë në përgjësi që sa po dëgjojmë, po thojnë s'ka ma atmosferë, s'ka shyret, s'ka lizet si ku dikur. Këtë pikina. Dhe më thonën, unë i përmena në fillim, jo rasisht fukra lokën, pra nuk jam i ma qumë, por unë i moj mend dhe thëtë që unë dhe mota i kena pas një puca për Bajram. Nuk e di se vetë i kom pas, veç që di që ja po tha madh pucat dhe aja nisi me kajtur, dosh me ja dath, a jam i madh, dhe më ndalë mas ma vën. Pra nuk kush jam unë i vjetër, po e moj këtë farë, flasë për katon temin. Tash i kena krejt, dhe më thonëm, çka dush me hongë, çka dush me pi krejt, po s'është aja kënaqësia e dykurshme. Pasionia saltanate nuk është domosdoshmërisht element me ta problemturin. Që mënojnë shumica. A që mënojnë shumica të lumt. Përkundrazi, tek shumë njerëz veç avsjell, s'pëqy mjerimin, por u avsjell, ta quaj shkurtimit në destabilizim, një shqetësim një. Andaj, kjo do të më kujtu njerëzve, se pasionia nuk është gjithçka.
vlerat janë gjithçka. Njeriu duhet të ketë vlera, duhet të ketë edukat, duhet pajiset me vlera njerëzore, me edukat islame, e që pjesë e kësaj është njeriu mja ditë vlerën, rëndësinë, peshen të afërmit tanë. Sepse kjo ndërlidhet edhe me traditën fetare, por edhe me traditën tonë familjare. Do të të mësu baba t'i pe vëzhlis, se këte e ki miqë, edhe të miqët do të me shku shpesh bera. Edhe nëse des baba, emanet e ki me shku të një gjëllartë, e të këshërit e tu, sepse këta sa djenë matë lartë, po para 50 djetë jenë kontë një barko, se djenë gjënu prapë. Pra veç këthe pak dekada mrapa, ta këtë dalin të një barkot. E ki fare fis, edhe nëse ka pak të rëndojnë, edhe nëse ka pak nuk të bojnë rafshë, edhe nëse ka pak nuk të ledhatojnë aty që me thonë, me gjitha të të me sjellë mirë dhe tyne. Dhe do të me duku e vladin, se akrabon e afrë myti nuk të bëhet askosh. Shëqërin më nëshme zgjedh, dhe shëqër që ki për me zgjedh, dhe inshallah të qëllojnë të mirë, edhe grunë e mishtë më nëshme zgjedh. Më nëshme zgjedh, por prindërit farafisin nuk mundesh me zgjedh. Kështu të ka zgjedh Allahu. Ta na këtu ndikojnë që njeriu edhe me shiju ma shumë kënaqësinë e akrabave, të farafisit, me që anti të në kërën festat e. Të në përnu të që pak ma dëzat, pak ma kushtet e mire kanë, pak ma autoritet që kanë, me bën jod, edhe me thamë bërnëm të unë në lodë, qofte një herë një javë, një 2 javë, me marrë me bërë Salone specifin se përprishën perdet, kështë për dohanin. Dojë dohanin të në të dohanin të shënali, elhamdulillah, nuk përpinë, elhamdulillah, shumica. Arjan, po pajtuar është me neve apo jo? Po, është e vërtet, dikur e kemi shiu edhe për shkak unë kom pas një fëmijë shumë të vështirë dhe nuk çdo omëlsin, sofër, ka qenë e mirëseardhër çdo ushqim, sepse varësisht edhe dikush ka pas fukarallak më të madh, dikush ka pas punë më mirë. Gjithsesi. Unë prej atyne që kom pas një jetë vështirë për shkak se jam rrit pa babaj nga mosha 1 vjet e gjys, nona nuk u martua, gjallë ka qenë, po edhe është akoma, po që Po s'ka pasur rësë, po. Po, mbeti pa kujdesjen e burrit nga mosha 24 vjeçare, vetëm me neve 3 djemve, edhe shumë vështirë. Kush e ka përjetu atë kohë e din, sidomos nuk e harroj kur kohën e inflacionit, po gjë, ka qenë një tmerr i madh. Këta ata që kanë marrë një rrogë me komplet atë rrogë që kanë punu, shumë e kanë blerë një tabëll me ve. Domethënë, në disa raste i ka rrallë Bajram, po që janë mbledh qysh janë të bu parat nuk e di, po për fest Bajramit prap janë mushat të sofra. Ka pas para vlerë këtë fjallë në atë kohë. Po ka pas kënaqësi shumë madhe. Këto festa kanë pas kënaqësi shumë madhe se është shiju çdo omëlsin, çdo fjalë e mirë, çdo takim për dallim prej tash që janë për shembull tash këto që i kemi këto, vallai dorën zemër para luftës nuk është se ka pas bash kushdo, o gjë nëpër sofër. Po çka është mirë, unë mendoj që është me fol, me tregu për rëndësinë e këtyre festave, edhe mendoj që ndoshta do të mund vim pak deri në pikë se shokon zvjakorre ose evolimi i kohës, ndryshime. Po që inshallah don i madhi Allah dhe spoku ti shijojmë këto. Edhe ruhen e zbën hala më shumë. Po, sakt. Se na Allah e kena shumë, po s'kena kur shumë për këtë misionim. Mos e harrojmë edhe nana tona, gratë tona, motra tona, ndonë se tash për blem se të gatshëm shumicën, por hala ka nana, hala ka gra që përgatisen në mbëlsira. Shumica e grave tona ende kanë merak në përgatit. Që në mas baklavën, dyshysh era vjen. Po, era shërbet. Po, alhamdulillah, për Zotit halag, shumica dërmuse e grave tona, bijave tona, motrave tona, për nuk diskutohet, e kanë qefën përgatit, e tani i Zotë i shpis me animu me diçka me blenë sa jo dënë, është në rregull, po dhe njëherë nëse është pak pa qefë ose i ka rrethonët, ose ka thmit vëllë nga njëherë, ose ku ta dy në bën, ja ble krejt, në ka gjatë keqe, por mira mendoj që pjesë absolute e zojave të shtëpis nuk e lojnë pa aqit diçka me dur të veta. Wallahi ti mirë ki hoqë, veç me bën me dalën në qytet, çdo lokal po shet baklava. Anë dhe baklava, se baklava kanë kohë, do të procedurë gjatë në qitë, për diçka qesin, tjetër sen qesin. A për adim,
Ose a kemi ditë vlerën nanave, grave tona që kanë përgatitur, kanë bënë fashëretin në shtëpi në krahasim me, nëse mundem me thonë, minuset e reja që këtë gatshëm i bëjmë blenë. Dallim i madh nuk diskutohet që dallim i madh. Po flas për gjithësisë, po flas për mua, për ty, për to, Jo, po ai çka po dëgjon në dallim nuk diskutohet që dallim, por megjithatë gjërat të ndryshojnë. Tash nuk duhet ne patjetër të kërkojnë pe grava apo bijave tona ta bëjnë këtë ata që kanë bërë nanat tona. Se mundemi ka pak me i rënu, e ta nëse të rënojmë, është rrezik me hije në hak me vëzëllëm. Kështu që asë nuk bën me lëshokit që është e krejt, pas nuk bën me shtrengu shumë. Tamam? Një farmesi me gjithë. Po të lutëm në farmesi. Dhe kjo mesatare, gjithë mesatare është e artë, po pastaj kjo mesatare nga njëherë vjen duke u forcu, duke u dopsu. Nuk rrit gjithmonë statike të njëjtin vend. Sepse që ka qenë diçka mesatare para 20 viteve, sot nuk ka mesatare. Ajo që është sot mesatare, nuk është mesatare pas 20 viteve me gjas. Nga se pas 20 viteve ti kime pas ti përveshtir një grua, një me gjetë, në këtë katonin ndoshta që dy me shti buk. Që dy me shti buk. Se lemo me përgatitur. Se lemo, po pra. Tash qatë ko mesatare ndryshon. E kësane që sot. Andaj njerëzit, pa tjetër, do të një përshtatë rëthanët e cilat jetojnë, edhe në bazë aty në rëthanave, edhe me gjithë një mesatare, dhe basajna me hecë. Fundja kjo është dynja. Shkon. Fundja kjo është dynja. Bajrami i ka këtu pjesë plëtsuse, që të ka pak më herë në fillim, jo për të rirë një veshë, jo bëlcinën e lodat për të mije tjerë, këtë e plëtsojnë. Por Bajrami edhe me horë se ditë e tjera, ai pra Bajram është ai. Dhe njerëzit kanë ndodhur gjatë luftës tonë, në luftë ka pas Bajrama, s'ka pas para luftës, veç pas edhe para luftës. Ka pas Bajrama edhe në kohën e Rankovicit, në kohën e Serbisë të vjetër, ku njerëzit çka me qitur Bajram. Bajram ka pasur në Shqipëri për 40 vite, në kohë të atit mallkuarit e Enverit, ku shumë nana jenë mënu me festu Bajramin, anë pëse mënyrë të më sheft, por me që me festu, që me qitë, e vladve me dallu me diqka, anë pëse mënu me vështërsit matë madhe, mundin matë madhe me diqka bile. Këtu kam e të kja halëmja. Halëa që është të mëllësi tradicionale jonja, sepse thjesht praktike, po dëmëthanëse. Dëmëthanëse, simbolike shumë e madhe, se ka një gëzim, ka një natë madhe, ka diqka të veçantë. Andaj fest o fest, këtë do të vazhdoj din kiamet, ndërsa të tjerat, si bas rëthanave, si bas mundësi, si tjerë. Pej 2011-ës, vllaznia tonë muslimat në Siri, deri vitin e kaluara, kur është liru Siria. Pa një vit e Pa një vit e gjë sa ba, ata sa Bajrama e vjen aty. Të tjerët atë një men e tjetë ku ta dijuna për botë. Po kemë Kosovën tonë, s'kem me shku më largë gjatë luftës, që se ka pak më herët. Por kundër kohës, kushteve kena festuar. Po, do të festuar, po. Se këtë tjerat jenë plëtsuseve për seris, nëse ka mirë, s'ka nuk bëhet kiameti. Bajrami jetë. Andaj edhe kërë janë qitë diçka njëra, e ritmës qitë, zotë drejtuat. Problemi. Amen. Nëse gratë përveç e bojnë ushqimin hoxha dhe fshin shtëpinë e pastojnë Po shtëpinë. vallaj kanë punë sa Kur duhet. themi për Bajramit, ke ndryshe shtëpia. Po vallaj kanë punë më shumë se burrave. Nuk më vërtet punë hiç. O shumë e vërtet, për fakt. Ja nuk më vërtet punë, elhamdulillah gratë tona elhamdulillah. Ne për na kesh kuptuar na vëdën. Jo. Po ikum shumë me spanat. Ja, gratë elhamdulillah pe Allah të azza wa xal për çështje shtëpisë. Pak burra ka që më ankohen te gratë. Pak burra ka. E për çështje tjera mund më anko, tash mos ta ndrojmë temën se po bërtasin po do sanë tjera që kanë marrë të drejta do pak më shumë të sanë po, ndërsa për punën e shtëpisë shumica grave, shumica absolute madje. Sepse në rrimë njerëzit çajnë hallte deri para meje me mua ai në pjesë shoqërisë tonë, pjesë absolute vllaznive, sa përket kushinës së punës shtëpisë nuk hiqen pe grave, nuk hiqen kësaj. Alhamdulillah. Arjan, na jena ka funit që shtashëm e herët, faleminderit që ishe pjesë i këtij emisioni, për shpresojmë që me pas kujdes edhe këto ditë tjerë Bajramit që mos më na zon ëmbëlsira baklava, sepse më duket me ditë dy del apet në për mal. Në për mal.
E Allah shpërblet, faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues të RTS, edhe një herë në emrin tim personal edhe të tërë stafit të RTS para kamerës e mbrapa kamerave, ju urojmë festën e Kurban Bayramit. Shihemi në emisionet tjerë të radhës, mirëmbëngjes. Në këto qaste të